video të re. Nuk ndodhem në shtëpinë time dhe kam ardhur në Valamar. Janë prindërit këtej këto ditë me pushime, kështu që vendosa që të vi dhe unë. Ne nuk kemi asnjë në çdo video tjetër që nisim zakonisht fundjavave, por e kemi nisur në ditëjavë. Sot është ditë e mërkurë dhe do jem këtej deri ditën e premte, kështu që kam ardhur që të punoj nga shtëpia, sepse normalisht jemi në ditë pune dhe jemi gjatë javës, kështu që nuk do ishte të merrja leje sepse gjaj kam të planifikuara lejet për muajin korrik, kështu që doja që mos të shfrytëzoja ditët e tjera të pushimit dhe thash po punoj nga shtëpia. Këtu në rezidenca Valamar është shumë qetësi, do t'i tregoj pak edhe apartamentet dhe të gjitha që kanë marrë mamit e babi dhe mund të punoj shumë rehat nga shtëpia, plus edhe nga lokali pushtetit, ishte shumë këndshëm, madje në mëngjes punova pak atje, pastaj erdha sërish në shtëpi. Tani është koha e drekës, në fakt, unë duke bërë pushimin nga puna, kam vënë kompjuterin ndërkohë të karikohet dhe po presim që të vinë picat dhe të ham drekën. Tani dole pak këtu jashtë te veranda që t'ju tregoj, kjo është gjëja më e bukur e shtëpisë sepse apartamenti është në katën e parë dhe ka dhe oborin e vet edhe veranda dhe është shumë super relax dhe qetësi. Shikoni, këtu kemi oborin e madh dhe madje shumë mirë për të marrë dhe reze. Mendoj që tani në dreke do dal me kompjuter këtu edhe të punoj këtu jashtë. Që ndërkohë marr edhe pak ngjyrë të nxihemi. Shikoni, është super nice. Erdhë dhe pizzat. Unë do t'jo, jashtë. Marim dhe ato pije. Pejt marim në koda. Jo më se pizza. Po pëse të s'kemi veç. Shkojni edhe Coca-Cola, e ndaj me Klajdin me burin ku nuk e kam presen me vetë. Më vonë njerëz ndoshta ju bëj edhe një home tour që t'ju tregoj se si është edhe apartamenti ku parim, por dje përpara se të vija në Valamar, se kemi ardhur që mbrëm në darkë e vonë ora 9:30 të darkës erdhëm, ndalova te posta sepse më kishte ardhur edhe një porosi Aruba Banjo dhe është peshpunim me një brand nga jashtë që ka emrin Samiol. Edhe këto rrobat banjo pink janë ato që ju tregova të Rihoas. Tani, shkëm të thëmë e gjumi që të tregoj dhe robat e banjës së reja, se janë shumë të bukura, janë të dyja në ngjyra super verore. Okej, jam në bateria me 1%, nëse të nuk kisha haruar të karikoja në fakt, po thjesht kisha haruar on, kur i ka për plazh, e lash në shtëpi nuk kam marrë me vete, dhe ishte exhausted bateria, shpejt të tregoj robat e banjës. Okej, këtu kemi modelin e parë. Shikoni pak se sa të bukura që janë. Kjo forma triangle më pëlqen shumë. Por e veçanta e këtyre robave banjove është ky dekori që kanë me guacka dhe përveç copës që e kanë kështu me simbolin e guackave, kanë edhe një guack këtu para të varur. E t'ju tregoj edhe pjesën e mbatjeve. Dhe përsëri edhe këto kanë detaje guackash dhe ruazash në të dyja ansoret. Shumë cute edhe këto. Modeli i dytë i robave të banjës, që të dyja në ky brendi Samiol, madje duhet kemi edhe një kod ulje, nëse dhe juve ju pëlqen dhe doni që të porosisni, do t'u loj poshtë në description box. Këto është modeli i dytë i robave të banjës dhe janë në këtë ngjyrën bezh neutrale. Edhe këto ishin shumë të bukura, përveç këtij materialit kështu me riga, kanë edhe detajin përsëri të guackave ylldeti. Edhe këto janë formën e triangles. Edhe pjesa e poshtë me robave të banjës janë të thjeshta përsëri me këto detajet e guackave dhe yllit të detit. Këto ishin robat e banjës të reja që më kanë ardhur. Okej, unë i kam gjërat lëmsh në fakt, sepse i kam bërë dje gati super shpejt, thjesht kam futur gjëra, kam marruar pafund gjëra të tipit, kam ardhur vetëm me këto shapka, nuk kam as shapka të tjera plazhi, as shapka të tjera për të dalë, kam marruar krahur për të krijuar flokut, zbutësi stiluesin e kaçurelave kam marruar, edhe kështu.
Por, gjithashtu sot ka ditëlindjen edhe Nela motra dhe do vinë dhe ata në darkë, është një darkë të gjithë së bashku. Dhe ndoshta mund të ri motra me Sielin edhe nesër që të bëjmë plazh të gjithë. Edhe kështu, por unë nuk kam marrë fustan për të veshur në darkë, por i thash Nelës që të më sjellë një, edhe Klajdi vjen pas ditës do t'i them dhe atij që të më sjellë një palë shapka për të dalë. Dhe kështu. Nuk kam as tash sentime me vete, nuk kam as difuzor, nuk e di me që do t'i rregulloj kaçurela. Nuk e di, por diçka do sajojmë dhe kam edhe kontent për të krijuar për brandin Rihoas. Shumë punë. Përveç se po punoj nga shtëpia, kam edhe punët e tjera personale për të bërë, kam edhe videon për të bërë. Nëse tani duhet ikin sepse vajte ora të futemi sërish në fund, duhet lezim laptopin. Back to work tani. Po, ja futi shi në fakt një 5 minuta. Tani duke sikur po del dielli, po e kam mbuluar pak ret. Por besoj se edhe pak të mund të marrim pak ngjyrë të nxjehemi një çik. Se kemi pak ende pak kohë derisa të vinë edhe të tjerët për darkë, kështu që të bëj pak plazh, pastaj të lajemi, të rregullohemi që të dalim. Hadi. Havadan marış. Njerëz është një relax total. Nuk pas ka gjë më të bukur në fakt, ta mbyllësh punën në 5 dhe të vish direkt në det, ti është gati në roba banjo. Dhe po ju them që realisht është një super relax. Pavarësisht se ra pak shi dhe iku dielli, është super ngrohtë. Që ka shumë. Jo, për shkak të punoja, unë gjithë verës të punoja, të kisha një shtëpi time kështu buzeti, dhe të punoja gjithë verës në shtëpi, dhe isha super e lumtur. Kisha shumë nevojë për këtë qetësinë dhe relaksin, sepse kam qenë shumë e ngarkuar nga puna. Sa nuk mundesha më, thjesht psikologjikisht super e ngarkuar. Kështu që pavarësisht se po punoj dhe po i mbyll punët po njësoj siç të isha në zyrë, por thjesht që kam ndryshuar ambient, nuk jam në zyrë, shumë qetësi mendore. Më pëlqen që këtë javë ta mbyll kështu. Jam bërë gati në rekord. Gjeni pa kush më erdhi. Gjeni pa kush më ka ardhur. Burri, më ka ardhur burri. Kanë ardhur dhe motra, Sieli nuk më litet dot me kapet, por më fundi ato që të bëjmë gati. Dhe tani po dalim. Kujt e ke atë çantën më shpirt? E jotja. Po sigurisht të shkon me veshjen. Prit. Nuk të shkon ja. Ajo çanta pink, nuk të shkon. Shumë me të bardhën shkon. Po sa të bukur që jeni. Na I kalon të një. Ti e yll moj. Ti dashke, t'ja ka loke ti. Nuk të mbaj dot, zemra, je shumë e rëndë. Ku është goca e ditëlindjes? Ku është goca e ditëlindjes? The birthday girl is here. Ti pa kafe. Tani ecim drejt, ha? Hajde. Vajte orën. Hajde, hec tani, hec drejt e Duduja. O, sa bukur çupa. Mirë është oke. O, sa bukur doli çupa. Wow. Te këta dy kjo është me brika, që pasarohet ai do shumë punë. Kushton po qet nga ju dy është. Më qet nga ju dy. Po. Me vrap. Kush është më nevrike nga ne të treja? Ti je. Vetëm pa ta. Ariona, e madhja. Jo, po Ta marrim pjesë me vete ta me vete. Mirë, Jonash.
Kush është më e mirë nga ne të treja? Më e mira? Po, e mirë është kjo. Unë jam më e mira. Si pozon direkt sa shef kamer. Ka vajta jo, kush po më shkon? S'ka njeri, jo, nuk pas ka njeri. Ke njeri ti. Pas ka njeri. Është mushkonja, nuk ka njeri tjetër. Po më shkojnë. Ku je më shkojnë? Ua, kush qenë ka këtu? Ku jemi zi? O sjellë, në pace. Sjeli, thuj qikte dhe abës. Të do të ngordi gjyshi. Kemi sjellë dhe kulore të Për verë. dali me gjyshin këtu. Kujdesa tu, e di. Hajde fryar, se nuk shumë drejt. Nuk jam 23. Jemi 34, treshi. U bu 4 e para. Për treshin para. Si kemë ushtu të kallë, koma? E në të rinjë? Hajde, nxire jashtë. Klajdi, për çfarë thua kështu ti? Se të kriva. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Nela, shumurime për ty. Hello njerëz nga dita tjetër. Sot nuk kam folur fare, por kam nisur ditën herët sepse është ditë e inde dhe jam ende në punë. E nisa ditën që shpejt në mëngjes në punë, u zgjova dhe pak me dhimbje koke në fakt. Dolëm dhe pak në plazh, piva pak kafe, ndërkohë edhe punova, hangrëm edhe drekën. Të dy të ditët në fakt që kemi qenë në Valamar, drekën e kemi ngrënë tek Starmari. Na ka pëlqyer shumë edhe ushqimi dhe të gjitha, madje sot mora edhe një supë peshku sepse kisha nërshën gjëra të thata, kisha nevojë për supë, dhe supën e peshkut e kishim bërë shumë të mirë. Sepse supa e peshkut më duket pak sa delikate në fakt, nuk është se bëjnë të gjitha restorantet të mirë, por këtu te Starmari më pëlqeu e kishim bërë goxha të mirë. Kjo migrena më ndryshon gjithë rutinën e ditës, sepse kisha bërë plan që sot në mëngjes mua të gjam më del gjumi herët në mëngjes, doja të çohesha dhe të dilja një shëtitje të gjatë buzdetit. Kisha marrë rroba sportive me vete, kam marrë edhe kufi që të dëgjoja muzikë, por u zgjova me dhimbje koke. Kemi fjetur ditë të reja, unë, Nela dhe Sielin e kishim në mes dhe na kalon pa gjumë gjithë natën, sepse lëvizte shumë më gjumë, tani kam me duar. Nuk e di si e bëni ju mamat, por gjumi për ju që nga një sfidë më vete. Nuk kemi kravat baby në fakt, edhe prandaj mbajtëm në dope të dyja. Dhe kështu, isha pa gjumë, pa bërë ha gjithë natën, alarmi më ra shpejt për punë dhe përfundova me migrenë që në mëngjes. Mirë mëgjesi njerëz nga dita e fundit, po flas në të turët, në fakt jam jashtë në verandë, dhe gjëra vetëm zonë zhurma e zosh, nuk e dini nëse i qam edhe në kamera, edhe ditën e pak kam qëruar të gjatë. Dia nuk është se kam qëruar shumë, se ishte Sieli nuk u lë fare as një sekond. Edhe ndërsa sot është dita e fundit dhe ne do ikim. Unë jam ngritur pak herët sepse më duhet të realizoj edhe një reels për fustanet e rihoas, kështu që kam bërë këtu në veran, tash po bëj make-upin tim, edhe pse kam marruar fullçat dhe nuk kam me çfarë të përhap bronzer edhe blush, më duket se tash, por do të përhapim me dorë. Pastaj si gjithmonë me kremin e tjellit. Këto në Valamar në përgjithësi është shumë mirë,
Okej, nuk është e bukurja e detit jugut, apo pastërtia e detit të jugut. Me thënë të drejtën uji është i pastër edhe këtu, por thjesht rëra, nga që është tek e errët si gjyrë, nuk e tregon ashtu bukur gjyrën e detit. Po do të shërë jugu një bruja e bukur e thellë për shkak të pastërtisë të bureve që ka. Edhe të nësjet e kripës, e di që është më e madhe, por gjithsesi, ajo që bën diferencën janë edhe bure. Por plazhet e marrin shumë pasta, janë plazhe private, kështu që marrin shumë pasta, me të drejtën dhe rëra është e pastruar, por më pëlqen qetësia që ke dhe këto rezidencat, sepse është shumë afër me detin, çdo gjë është e pastër, e rregullt, plazhet tash i marrin shumë mirë. Nëse për sa i përket çmimeve, janë libër kudo, kurse e kem diskutuar edhe herë tjetër këtu në kanalin tim, dhe vërtet është se janë libër kudo, jo vetëm këtu, në jug, kudo në Tiranë, në çdo vend amerikane. Që është një problem i përgjithshëm. Edhe kështu, që tregoj edhe pak apartamentin, sepse nuk kam treguar. Dje mami bashkë kam bërë disa gjëra gati, kam fitur në makinë, për që më të bëj një outdoor. Është shumë e mirë shtëpia. Unë përgjithësi nuk është se kam qenë gjithmonë shumë pro të punuarit nga shtëpia, sepse më pëlqen që të çojmë mëngjes, të rregullohen të bëhen gati. Nuk kisha ajo rutina e të ikurit në punë. Ndërsa, me thënë të drejtën, kësaj ere kam shkuar shumë, sepse më thashë isha nga shtëpia ime, isha në një ambient tjetër, është qetësi, është relaks, më bëri shumë të shkuputa pak nga rutina. Pavarësisht se nuk është se kam shkuar shumë pjesën e plazhit, sepse normalisht isha në punë, por gjithsesi goxha më qetë, me thënë të drejtën. Ndoshta nga që është edhe verë, edhe puna jonë në marketing nuk është aq intensive, sepse fillojnë pushimet. E prandaj ndoshta e kam shijuar pak më shumë. Okej, vendisa të concealerin, dhe nuk vendë të brown të rinj pluhur, se bashkë kam marruar furçat, kështu që kam këtë spikerin e Kikos, ka ngelur dhe pak fare, kështu që po bëj këtë me që thash kremor edhe për hapur në tuar. Nuk është keq me këtë. Okej, besoj se përhapa mirë, tani do vendosim edhe blushin. Do vjen për të qeshur, sepse në një video tjetër që isha duke bërë make-upin, edhe kisha përmendur këtë blushin e Revolution, kisha thënë blush bomb, edhe se Eli që shikon videot e mia, se vdes të shikoj videot e mia. I thotë, kështë e këtike Nela, motra dhe i thotë, si Eli që sot të blesh e mamit për ditëlindje, një blush bomb. Nela, zota, nuk të vim të përvisa më një që është blush bomb. Pastaj isha duke parë video, kisha bërë video tonë në televizor. Se kur i lë screen time, cili ka qefë të hapi dhe pak videot e mia. Edhe kur pash të video jote që përsa blush bomb, thash për të qeshë për në vinte. Është super këmës për njërë, është super e zjuar. Dhe zyre që jam mund, kemi klient Djambe Market. Edhe isha djetë duke bërë kalendarin e postimeve të Djambes. Edhe kisha sjellje në perë se donte të rinte me mua. Nga që donte të shtype gjë në kompjuter, dhe kisha që donte të rinë budallik. Jo se çdo gjë që bëhet, por ishte si. Edhe
I them sjellit kishapi produktet e radhës të djamëve që do postoni në Instagram, i tregoj se cilës zotin që jemi të gjithave. Tipi nuk është në shtëpi për shembull të përdorin të njëjtin vaj, por e davonte ta thoshte vaj, shikonte dhe nisi fillim është vaj nisri, thoshte. Nuk e di e pa parë, njerëz e pa parë. Ka një memorie të pa parë. Fëmijët ditë të sotme janë super të zgjuar, shumë të shkatër, të zgjuar, të kënaqur. Nuk e po bëj buzët që vetuat të bëjnë një pasyre madhe. Okej, sa po bëra gati, kam vendosur dhe këta botet e mëdhenj flokët e kapa sepse nuk kisha në gjendjen time më të mirë dhe ky është dhe fustani I parë. Le të tregoj tani këtu. Kështu duke bërë total. Atëherë mendoj që do vendos edhe këtë kapelen e kashtës që ta bëjmë pak lukun më peror. Dhe bëjmë gati për set. Ka edhe tripodin që kam praktikë të kam marrë me vete për të xhiruar me telefon. Këtë pleva së fundmi është shumë I mirë, sepse të mirë ka pjesa që ka face detection edhe të ndjek fytyrën, kudo që je. Dhe ka edhe këto dritat e vogla, këtu anash, por nuk është se kam përdorur me thënë drejtë, nuk është se kam një dritë të fuqishme. Ky kishte të pajisur në fakt edhe një pult parë, unë kam parasysh përpara se të vija këtu ditën e hënë që të më ditën të martën, dhe në kutinë e paketimit mungonte pulti I tripodit. Fola me ata po kisha porositur, I thashë mundesh në masini brenda të së marrë, sepse nuk do isha më, por nuk më sollën dot. Dhe nuk e di tani, kalojmë pultin dikuar për të zyra ime në një lokal. Ata të lokalin nuk po e gjeni sepse thash kolegëve të më merrnin, dhe nuk e di s'do vijmë edhe I pultit të tripodit. Por gjithsesi, është I gjatë, bëhet goxha I gjatë, nuk është deri në 1.6 metra. Tani do shohim ku kemi dritën më bukur dhe të xhirojmë. Gati për një home tour përpara se të ikim. Këtu kemi sallonin, pjesa e kuzhinës e bardhë shumë e këndshme, tavolina e mesit në mermer përsëri e kombinuar shumë bukur. Këtu kemi dhe tavolinën e ngrënies dhe laptopi im pasi isha duke punuar. Dhe direkt në të majtën time kam tualetin. Dhe tualeti është I madh me goxha hapësirë, me gjitha hidrosanitaret e nevojshme, ka dhe lavatriçe. Gjithashtu kabina e dushit, ja ku jam edhe unë. Dhe ndërkohë vazhdojmë home tourin ton të pjesa tjetër e shtëpisë. Tu kemi dhomat e gjumit. Dhoma e gjumit kryesore është me krevat doppio. Kryesisht të dyja dhomat e gjumit janë të mobiluar në ngjyrën e bardhë. Tu kemi dhe dollapin e madh. Direkt në korridor kemi dhe tavolinën e hekurit dhe direkt pas dhomës së madhe vjen dhoma e vogël. Dhoma e vogël është e pajisur me 2 krevate tek, përsëri e thjesht, e këndshme. Dhe dollapi pak a shumë I njëjti me dhomën e madhe. Këtu kemi një hapësirë më vete, shërben pak a shumë si magazinim, ndodheshin të gjithë peshqirët e lar dhe tharsja. Këtu kemi oborin, ishte goxha I madh I këndshëm dhe pjesa më e bukur e shtëpisë. Okej, njerëz, u tregova pak edhe se si të ishte apartamenti I rrotull, I bëra shpejt e shpejt një home tour dhe tani po dalim në plazh. Fund jam në shtëpi njerëz, edhe mbyt edhe një 2 punë të fundit dhe jemi gati për fundjavën. Këto ditë ishin pak të ngarkuara, me thënë të drejtën, por gjithsesi ja kam kaluar edhe shumë mirë. Edhe jam qetësuar, edhe jam relaksuar, shumë mirë. Ikën shpejt me thënë të drejtën, por edhe pak nuk ishin. Kam ikur që të martën dhe sot është e premte. Kështu, tani do futem që të bëj një dush dhe thash përpara se të futem të bëj banjo, të bëj pra flokun me vajin e kokosit, që e tregova edhe në videon e kaluar. Është shumë I mirë, realisht më pata super rezultat njerëz.
sepse ju thash që kam pasur shumë probleme me dermatitin në skalp dhe çfarë nuk kam provuar, shampo nga më të ndryshme, produkte nga më të ndryshme, serume, ampulla, dhe nuk më kam bërë punë, madje ka pas raste që ma kanë përkeqësuar gjendjen e flokut. Kështu që fillova të bëja kërkimet e mia në internet dhe lexova që dermatiti do hidratim, sepse normalisht lëkura është shumë e thatë, arrit që të copëzohet. Fillova ta hidratoja në fillim me vaj ulliri dhe më pas mora vajin e kokosit sepse lexova që kishte akoma dhe më shumë benefite për skalpin. Një herë kam bërë me vaj kokosi vetëm dhe nuk kam fare më zbokth, super rezultat. Kështu që do vazhdoj që ta bëj një herë në javë, nuk do ta bëj sa herë që t'laj, sepse ta ulte pak volumin tek rënja e flokut dhe vajisej pak më shpejt. Që unë kam një flok që nuk më vajoset kurrë rënja e flokut, por për shkak të vajit të kokosit mu bë më shpesh pak si e ndryshme, jo tamam e ndryrë, po thash pa volume, kështu gjërash. Kështu që po e bëj tani me vaj kokosi, hodha pak në duar, e kam përhapur dhe masazhoj rënjën. Do bëj dhe gjatësinë, sepse ka shumë benefite edhe për gjatësinë e flokut, por thash synimi im ishte skalpi i kokës. Okej, mundohem që të bëj gjithë gjatësinë e flokut, por më shumë përqendrohem tek majat, sepse ato janë më të thata dhe edhe nga dielli thahen edhe zbardhet edhe pak ngjyra edhe më shumë se pjesa tjetër e flokut. Okej, tani kapa njerëz, do t'i mbaj kështu rreth 20 minuta dhe pastaj futemi që të bëjmë dush. Ndërkohë që kam flokët me vaj, mundohem bëj ndonjë punë tjetër, se normalisht kam ardhur me rrobat pa lara, kam një mal me rroba për të larë, kam lavatriçe për të vënë edhe shtëpinë nga në rregull dhe i gjeta rëmuj, kështu që po mbaj 20 minuta flokun edhe dush. Ja ku jam e larë, e tharë, flokët e rregulluara dhe nuk ka realisht kënaqësi më të madhe se sa ky dushi kur vjen nga plazhi, sikur e heq atë lodhjen e ditës. Dhe tani është koha për një maskë, për vendos këtë maskën nga Youth Labi me vitaminë C. Gjithmonë përpiqem që pas plazhit, që kam shndruar shumë në diell, të vë një maskë të mirë, se sikur më relakson totalisht. Edhe kështu njerëz, erdhi fundi edhe kësaj dite, se ka vajtur rreth ora 8 në fakt, po akoma nuk është erësuar jashtë. Unë nuk është se kam ndonjë plan, thjesht duhet të shprodhen se jam mjaftueshëm e lodhur. Okej, e vura dhe maskën time me këtë produktin e mbetur, lyejmë qafën dekolten që të hidratohemi komplet. E kështu njerëz, po e mbyll video në këtë mënyrë, nuk dukem shumë e shëmtuar, shpresoj mos t'ju tromb, por gjithsesi vazhdoni, më suportoni, bëni subscribe kanalit tim, like videos, komentoni çdo mendim, çdo këshill, çdo koment të bukur, çdo kompliment, unë i mirëpres të gjitha. Edhe një herë faleminderit që më ndiqni dhe shihemi si gjithmonë te videoja e radhës. Bye bye.